gjithë shqiptarëve, që i ka vjedhur taksat, i ka vjedhur pensionet, i ka vjedhur energjinë, i ka vjedhur Shqipërinë, atëherë mendoj që ai mund të ketë ndonjë amnisti. Po pa bërë këto, ky kryeministër do ketë një fund të hidhur. Jo fund të hidhur se do arrestohet, jo, se unë s'kam besim fare që ton Rama në burg, Berisha në burg. Kush do t'i arrestojmë? Patronazhistët që i kemi në krye të shtetit. Ata që janë bërë palë, se me të drejtë kolegu e tha, që këtu kemi drejtësinë të implikuar. Nuk e arrestojnë Ramën ata. As Berishën nuk e arrestojnë. Morën një urdhër politik nëpërmjet Juri Kime e disa tjerëve dhe u morën shik me Berishën. Ja ku e ke Berishën, a e të bëjnë ero të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që të gjithë e dim ne. Të gjithë e dim që këta kanë bërë krime. Të gjithë kanë prindër, fëmijë, i kanë jashtë shtetit. Pse mos jetojmë në Shqipëri? Çfarë na mungon ne? Na mungon udhëheqja, na mungon që të kemi prioritet në pasuritë që kemi. Mund na krijohet grupet kriminale. Mund na krijohet një politret politik nëpërmjet kësaj proteste që do dalë përballë dy poleve, sepse ne dim që Shqipëria është një, le të themi, një skem politike e bipolarizuar, pra janë dy pole politike PS-PD. Mund të ketë një pol, dikur i ka qenë LSI-a, por nuk është më në atë fuqi. Mund të krijohet ky politret që të jetë përballë këtyre, shikon këtë lëvizje politike? E shoh se në moment që do krijohet një politret, këtu do kemi dështim të kësaj proteste. Sepse deri tani jemi të hallet e qytetarëve, janë aq të indinjuar, aq të ngarkuar, saqë kanë pritur një jetë të tërë për të nxjerrë të mlepin aty në shesh, sa e ke parë Andi besoj që nuk ikin nga sheshi më. Deri në 12 zgjat, deri në mbas orës 12 fëmijët që bredhen për rrugë. Pse? Sepse e kanë një etikë, e kanë në lëkurë atë që dalin e flasin aty, nuk e kanë për qëllime përfitimi. Nuk ka fitim aty. Nuk ka fitim edhe organizimi është shumë rutin. Unë shpresoj që të dalin njerëz të ndershëm që Shqipërinë ta çojnë përpara, sepse është vendi im. Se unë kam një fëmijë që dua ta arris këtu, që të ketë gjithë të mirat në Republikën e tij, të ketë shërbimet, të shërbej vendit vet. Ashtu si gjithë prind, mua vjen shumë keq që thon njerëzit jam i kënaqur, më tha një koleg, se i kam 2 fëmijë në Gjermani. Pa mundet të kënaqemi ne që truri, investimi një jetë të tërë të shkojnë në Gjermani, që ta marrëshin fëmijë të arrisësh e ta çosh në Gjermani. A është kjo arritja e një prindi? Pse mos të themi ne që jemi të lumtur që fëmijët tanë po jetojnë këtu te ne? Pse mos të ndodhi kjo gjë? Edhe kjo do ndodhi padyshim me ndryshimin e klasave politike, që kjo politike vjetër, që edhe shumë njerëz janë servil të politikës vjetër, duhet të mos jenë pjesë e kësaj loje. Del Berisha i mbajnë çantën Berishës, po. Imagjinoj ku kanë arritur, kush e di kush është, apo Rama në ana tjetër dele e flet vetëm Rama, se ne s'kemi deputet. Ne kemi ca matrapaz që vjen aty për të marrë atë rrogën. Nuk kemi ne deputet, kemi hajdut që nuk i shërbejnë qytetarit. Se që në moment që zgjidhen e përzgjidhen nga politika deputetët tanë, ka marrë fund, nuk kemi më shtet. A keni familje më, kam 3 nipër, i kam në Itali. Pse mos t'jen këtu? Pse mos t'jen këtu me ne, të shërbejmë vendit tonë më. Na del Rama, na bën antimiting, është e turpshme, të mërshme. Del Berisha sham protestuesit, do bëhet, pse kush është Berisha më? Po Berisha ka ndruar qendrim. Berisha ndroi qendrim, e ke lexuar këtë në fillim ishte kundër, pastaj doli pro gjatë rrugës. Po të kthejmë bunën afrynera ja mjeshtra këta. Po jo, s'është ashtu. Nuk populli ka një fjalë të bukur, ai që përshty nuk lëpihet, mbahet deri në fund atë. Është njolla në fytyrën e Berishës. Është non grata e shqiptarëve ndaj tij. S'mund ta kthesh fytyrën sa herë që të ndryshon. Ka ikur ako. Njerëzit nuk janë më budallënj. Njerëzit duan të mira, duan të jetojnë këtu, duan të gëzojnë pasuritë e veta. Na është bërë jeta stres më valla. Zgjohesh mëngjes, s'di me këto për plasë, s'di me këto zihesh. Grupet kriminale vendosin drejtora, policia etj. Ç'është kjo jetesë kështu më valla? Nuk është kjo mënyra e jetesës, nuk duhet të jetojmë me stres ne. Pse se kemi disa palaço politikan. Kemi Zegjinen e shoqet e Zegjines në politikën na shesin mend. Pse kjo është mënyra që do ecim ne në Bashkimin Evropian, me Zegjinen do vëmë në Bashkimin Evropian, apo shoqet e saj. Apo me Edi Rama. Del Edi Rama, krenari, jam krenarta se unë
I kam zjera setet e mia pa lekta. E u kanë turpi zotit, atë edukat japë. A e mbani mend më çfarë i tha fëmijëve valla. I tha, unë tha shiko kontrolloni Google tha Edi Rama, nuk do të dal unë aty. E kuptoj ku është ai perversi. Dhe e qartë. Mirë. Langozi, unë të them faleminderit që të pata sonte në sken krimi se e di që do duhet të lëvizni. Faleminderit, unë ndoshta fola pak më shumë me emocion, po unë përjetoj atë protestë, unë kam qenë disa herë, po nuk dua të marr rol aktiv, doja lëm publikut, popullit, ta udhëheqë popullin. As unë si jam as i parti, dhe s'mi intereson, nuk kam përfituar nga askush. Atje do të flasin ata që kanë halle, ata që janë përballur me kancerin, ata që janë përballur me gjithë institucionet e shpifura të këtij shteti që nga viti 1990 deri më sot. Ta tregoj të gjithëve, se ngela duke folur unë, kolegu im, duke folur ti si gazetar, e disa gazetarë se ata janë të paguar nga ky llumi i politikës tonë. Por duhet flasin ata që me vërtet kanë në lëkurë këtë gjë. Edhe atje të flasin çdo ditë dhe unë do t'i përkrah deri në pikën e fundit. Langozi, të falenderoj shumë që pata në sken krimi, e vlerësoj. Mirupafshim. Faleminderit. Nart, mundesh ta lija pak më gjatë Langozin që të bënte këtë përmbylljen e protestës që të vijojmë së bashku, domethënë që ndoshta kemi lënë, kemi harruar, t'i kujtojmë për protestën. Ku do shkoj se ka shumë energji aty. Atëherë, si shikoj unë, edhe për te asaja. E para njerë që në kryet të herës, mendoj dhe më thënë e kam parë si një protest genuine për një arsyet vetme. Sepse aty mund të shikosh nga të gjitha llojet e shqiptarisë. Pra, musliman, katolik, ortodoks, ambientalist, patriot, njerëz që përfaqësojnë, le të themi, shtresa të ndryshme të shoqërisë shqiptare, të cilët i bashkon një qëllim, i cili është të mbrojmë Shqipërinë nga kryehajdutoria. Dhe kryehajdutoria këtu në rasti konkret është më së pari qeverisja Edi Rama dhe qeverisja e tij, dhe më së dyti opozita e shitur prej vitesh tashmë te ky Sorrogato. Kjo gjë kuptua vonë kjo avokat? Jo, shiko këtu, ka gjithmonë një pikë vlimi them. Okej. Pra, leri këto sofizmat se i kam dëgjuar me shumë gjatë gjithë se periudhe kohore, që po mima pse s'u ngritën më përpara, po bile kam dëgjuar edhe këtë historinë. Jo, tek nafta vërtet, tek nafta 16 veta do të lutem, pra. Kanë thënë edhe këtë. Po mima ky ligji i zonave të mbrojtura ndryshoi në 2024, pse s'u ngritën në 2024? Është argument? Nuk prodhonte efekt atëherë, po. Po jo, është argument? Nuk është. Është një lloj si të më thuash mua, pse nuk është pa pavarësia e Shqipërisë në 1444, po është pa në 1912. Ka çdo gjë ka pjekjen e vet, them unë, dhe nuk lidhet çdo gjë me atë të cilin e prodhon, por dhe me efektet anësore të cilat jep kjo gjë. E solli më, kjo protestë nuk është Zvërneci. Sepse po ai sa Zvërneci është dhe Rjolli, po ai sa Rjolli është dhe Driloni, është Butrinti, është Thethi, është Velipoja, është Durrësi. Pra, ti mund të kapësh 1001 arsye ambientaliste për të thënë domethënë që ja vlen protesta për të bërë. Pastaj për të shkuar arsimi, ilaçet, shëndetësia, ku diun domethënë 1001 arsye për të thënë, ora ti mjafton fare të kthej televizionin dhe thuaj, çka ka thënë Sultan Sorreli në 2013-ën, çka ka thënë 2017-ën, çka ka thënë 2021-ën. E njëjta panoramë. Në momentin ku ai më thot mua akoma sot prisni se do të sjell ujë në rubineta, mua këtu ka marr fund më historia, më për çfarë histori do bësh ti më? Çfarë do të bësh ti më për te kësaj? 2013-ën tha dy gjëra tha. Ujë 24 orë. Dhe çështjen e pronave tha, nuk e keni me qeverinë, e keni me mua personalisht. Nxirreni, se aty e keni të shkojtur. E keni me mua personalisht. Tani çfarë ti bëj personalisht atë njeriu? Unë ti apo gjithkusht? Shkojnë burg për Edi Ramën. Domethënë të mbyll familjen time për shkak të Edi Ramës, sepse kjo është historia. Çfarë mund t'i bësh atij? Protesta në vetvete, ka një problem Edi Rama këtu. Që u mundua me gjithë sikariot e tia të turpshëm. Gjithë palaçot mediatik që dalin nga njëra media në tjetrën, që nga ai Ardit Bido, për cilën ka pas një respekt të jashtëzakonshëm si njeri, le të themi i ri, po më kam vjet të vjell kur e shikoj tashmë, që prodhoi atë iskenimin e agjenturës greke,
Ku janë më këta agentura greke se na hoqe barkun më burr. Apo të gjithë lloj-lloj sorrogate, nuk po flas për ata gazetarucët, si Batonaxhiu e Frokrat e më thet tash. Këta nuk janë kategoria 0 për mua. Realisht 0. Që të cilët mundohen t'i shpjegojnë domethënë të mira dhe benefitet që mund t'i vinë shtetit shqiptarëve nga fakti domethënë që aty do bëhet një le të themi resort në të cilin ta dinë shqiptarët, ta dinë vlonjatët, në harkun e 100 kilometra nuk do arrin dot t'i afrohen. Jo më të përfitojnë. Po si do afrohesh ti aty? I afrohesh sot Green Coastit ti? Se po ta bëj thjesht fare gjën. Pyetja tjetër. I afrohesh do to. Po e ke 10.000 lekë në parkingut, më nuk po të them që të pish kafe atje. Si do shkosh ti? Do shkojnë këto salabandat me ata që bëjnë, që merren me drogë çdo ditë, po jo ti dhe unë. Ku është përfitimi këtu i shqiptarëve? E njëjta histori do jetë me Zvërnecin, me shumë Zvërnec atje. Shkon ti te plazhi i Manastirit sot më? Po shkoj një herë të shoh si do shkosh. Ti s'po shkon dot kësa mil më burr. Se dërmiun e ke harruar ti. Dhe kur të kam thënë që këtu pas një 5 vitës shqiptarët do të ngelet vetëm golemi dhe televizori, detin ta shohin nga televizori. Se dhe golemi më bëhet shtrejtohet. Do të kuptoni historinë se çfarë po ndodh këtu. Çfarë është e bukur kësaj proteste? Edhe inati i madh i Sultas Orrelit. Fakti që nuk ka një kokë që t'ia presin ose që ta blej. Pra protesta nuk ka një kokë. Ka penguar kjo? Sigurisht. Ai po vdes që të kuptoj domethënë se kush janë kokat që do pres dhe ti blej. Se o i pret o i blen. Nuk ka një kokë aty. Dhe ata e kanë ruajtur me një lloj fanatizmi gjithë këtë histori. Do të them ç'më tha dikush që punon diku që ju duhet emri. Sigurisht. Do sigurisht ata njerëz të ndryshëm do përpiqen të shfrytëzojnë informacionin ku ta gjejnë për interesa të caktuara. Dhe më shkruan thotë, kur kush e drejton këtë protesta se ju ka ngelur merak. Përgjigja ime ishte e tillë. Nuk e kam dhe ne e kam nuk ta jap, po dhe ne e pash mos e ço. Po pra, fiks është keq. Do të thënë për të dalë aty ku tani para pak unë nuk jap informacione të cilat nuk i konfirmoj vetë. Po, ajo se kupton dot njerëz. Po ama më vjen një mesazh i bukur nga personi që ma çon, e besoj domethënë se ka edhe një lloj qasje, iniciativë, këtë po e them edhe për skup më tepër se mund edhe mos jetë e tillë. Që thon, ka një nga grupi iniciatorë është edhe dhe ideja domethënë e krijimit së asaj qeverisë, si thon këta qeveria teknike e kujdestare. Dhe për efekt mediatik më tepër po e bëj, po unë nuk e besoj teoretikisht. Po për televizion, ajo është tezë, pra tezë qarkullim po. Ajo që më ka ardhur më thot, si kryeministër është propozuar zoti Marin Mema. Po? Jacqueline Lekatari, ministër për Europën dhe punëve të jashtme. Gentian Progni, ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Arlin Qorri, ministër i ekonomisë. Florian Binaj, ministër i punëve të brendshme. Adriatik Klapaj, ministër i drejtësisë. Fatma Axhialiu, ministër e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Edlira Çepani, ministër e mjedisit. Agron Shej, ministër i financave. Osman Stafa, ministër i shëndetësisë. Elena Kocaqi, ministër e arsimit. Visuar Dalipi, ministër i mbrojtjes dhe Fiora Albaponar, ministër e turizmit, kulturës dhe sportit. Tani, këtë e thash edhe për skup dhe për të futur në dalldi të gjithë ata që mendojnë domethënë që këtu nuk ka. Pas do ndiku atë që po qarkullon. Këtu nuk ka. Çfarë po bëjnë këta? Ku do shkoj kjo histori? Edhe kurkund mos shkoft më. Ai ka tundur themelet e këtij palo shteti? Se po më zauron pyetjet. Çfarë bëri kjo protestë deri në këto momente? Deri në këto momente çfarë ka bërë më saktë? Po mirë pra, apo e kthe kundërt. Unë nuk jam fort i motshëm se jam i ri akoma, po me të dëgjuar kam dhe pa të nuk. Jo, pa të. Me të dëgjuar e kam që kjo protestë nuk arrin dot në konsistencë dhe në afat kohor të e konkuron denjësisht edhe protestat e studentëve të 1990-s. I konkuron dhe ato? Po. Pse? Sepse teorikisht po të me një tjetër protestat e asaj periudhe kohore nuk ishin 14 ditë andi. Sepse pushteti ishte kaq i lodhur, po them unë, sa që u tkur shumë shpejt. U tkur shumë shpejt. Sigurisht, lodhja e shqiptarëve, era e ndryshimit në gjithë Europën,
se mos flasim, po flasim për ato që ka pëndodhë në gjithë Europën në lindore. Pra, kishte kontekst shoqëror. Dhe ishte një lloj ndryshimi epokal nga një regjim komunist në një regjim le të themi kapitalist demokrat. Kurse këtu nuk është se jemi tek çështja e ndryshimit të regjimit, se në një demokraci jemi hibride, por teorikisht aty jemi. Por ama ti të rish 14 ditë rresht. Të mbledhesh gjithmonë më tepër. Sepse asnjëherë nuk ka ardhur në ulje le të themi protesta. Dhe të rish Andi nga ora 6 pasdite deri në orën 12:01 të natës, kur vazhdon pelegrinazhi në gjitha rrugët e Tiranës, po ma gjetet një rast unikal tjetër. Nga 1990 këtej u ndërzohen. Për aq sa unë di ore. Sepse ja munduan njerëzit domethënë që të bëjnë krahasime sa me protestat e Partisë Demokratike, apo qoftë Partisë Socialiste, apo me protestën e armëve kimike, apo dhe më përpara. Jo, është unikale kjo. Unikale edhe për shkak të fazë një tjetër. Nuk janë protestë e Partisë Demokratike që mblidhe goxha njerëz. E ka fjalën ajo në Ko e bashkë si ka pas mbledhur ato, sepse kishte një mobilizim po sepse ishte mobilizim militantësh. Kurse këtu mund ta thash, këtu ti shikon zonja me fëmijë, me karrocë me fëmijë, të rinj, të reja, njerëz të cilët kur në momentin kur shikojnë një akses dhune, të shkojnë edhe të kontravihen, sepse duan domethënë që të protestojnë paqësisht. Pra është teorikisht diçka krejt tjetër. Nuk duan t'i japin në mënyrë absolute pikpalo regjimi mundësinë domethënë që tonë këta janë të dhunshëm. Dëgjoj dy teza. Një protestë që domethënë është e vështirë ta çoj diku dhe do duhet që në një moment caktuar të ketë një dhunë për treguar një lloj agresiviteti dhe ndoshta për ta shkundur më shumë një qeveri. Është ky rasti? Jo. Si analizon? Jo, nuk e besoj. Duhet vazhdojnë në këtë lloj forme, këtu lloj presioni. Absolutisht në këtë lloj forme. Nuk duhet t'i jepet mundësi pushtetit këtij regjimi, domethënë që të thonë domosdoshmë këta janë si gjithë tjerë. E ke vënë ti Andi domethënë që në gjatë gjithë këtyre ditëve nuk ke pasur asnjë eksponent, asnjë deklarat nga ambasadat e huaja në Republikën e Shqipërisë në raport me këtë protestë, zero. Po bëni kujdes, ka dhe nga këto njoftimet, po s'ka pas fare. Po s'ka pas fare. Ambasada amerikane dilte gjithmonë dhe thoshte security mos dilni aty kur dilnin protestat e PS-s dhe të PD-s, po duhesh një lloj sigurisht s'ka pasur fare. Do thuhesh ti është gjë e mirë, për mua nuk është e mjaftueshme. Heshtja nuk është e mjaftueshme për mua. E qartë. Unë do kisha pritur shumë që duke filluar që nga Gonzato, që nga kura me punë Gonzato bëri një gjysmë meci aty në bulevard. Ishte mesazhi? Absolutisht po. Që po eci për krah qytetarëve? Unë duhet ta lexoj kështu, ai ndoshta e ka pasur tjetër kund iden. Aq se po dalin xhiro. Unë nuk e di unë këtë. Unë nuk po merrem mendjen e tij. Diplomacia është trik është diplomacia nuk është aq e holl për një herë, duhet dalësh 2 herë, 3 herë që ta kuptojmë realisht që ashtu është. Po unë e ftoj, ai sa unë ti gjithë në zotrinj, heshtja nuk mjafton për këtë popull. Nëse po ta mbani mend, i vetmi ambasador në Shqipëri që ka dalë për krah një partie politike për ndryshimin e regjimit edhe të votës, pra rotacionin politik, ka qenë Raja Ersoni 1992. Që doli për krah Berishës, sepse donte me patjetër që në Shqipëri të ndodhte rotacioni politik. Se në 91 u bën zgjedhjet dhe prapra Mizali ishte president o burr. Shqiptarët nuk e kuptuan domosdoshmë që dorë zotrin duhet t'i heqim këtë klasë të kalbur politike. Tani, unë këtë kërkoj nga le të themi, nga trupa diplomatike e shteteve të huaja në Shqipëri. Në qoftë se realisht duan që këtu të ndodhë diçka. Në qoftë se këta pastaj në njërin krah heshtin, në krahun tjetër i heqin waiversin zotit Berisha, se duhet ta diskutojmë. Tu pastaj mua më bën domethënë që të kap qimet e sjetullës, si themun, sepse këtu nuk ka kuptim kjo histori vëlla. Berisha fillimisht ishte kundër protestës. Fakt publik, por pro investimit. Sot është pro protestës dhe pro investimit. Berisha është një kameleon politik, zotëri nderuar, që ndikojnë non grata këtu? Sigurisht. Që për herë të parë në të gjithë karrierën e tij politike është munduar të lëpijë sa të ketë mundësi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cili do qofshin ata në pushtet, po flas, thjesht që të heqin, të ketë mundësi që të heqin 9 gradën e tij. Shqiptarët duhet ta dinë, historia e Sali Berishës me misionin diplomatik në Shqipëri dhe jo vetëm, ka qenë një histori vetëm urrejtje.
E qartë? 94-ën me ambasadorin asaj kohe, që as si kishte një lloj marrëdhënie sepse pse i tha për punën e referendumit.